U mbajt ekspozita punimeve të nxënësve të klaseve të 6 dhe të 7 në shkollën e mesme të Ul Zekëria Req. Sipas kërkesave të kurrikulave bërtham të përzgjedhura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Një kurrikul e tillë u bë e mundur fal punës së stafit pedagogjik të kësaj shkolle në bashkëpunim me nxënësit, tha ndër të tjera drejtoresha e shkollës. Profesionalizmi i mësimdhënësit Fidolia Xhemi ka bërë që të inkurajojë edhe nxënësit që të shpalosin kreativitetin e tyre edhe në këtë fushë. Kurrikula zgjedhore e Kosovës po na jep hapësirë dhe po na sfidon që nxënësit të tregojnë kreativitetin e tyre jo vetëm në fushën e artit, por edhe në fusha tjera. Përmes kësaj ekspozite, nxënësit shtjelluan temën e pushimeve verore dhe vjeshtës së art. Vizatimi si vizatim është i bukur nëse është i rrafsht, por ai do të jetë shumë emotiv kur është në relief, sepse preket është në 3 dimensione. Edhe të fëmijët ndikon në zhvillimin e imagjinatës, sepse ata pas çdo pune të përfunduar do të shihet rezultati dhe reflektimi i tyre, do të nxisin ndjenjen e krijimtarisë që nxënësat shprehen përmes mjeteve tyre teknike shprehëse, por duke edhe interpretuar idetë e artistëve të mëdhenj figurativ, qofshin ata ton ose global. Pjesë të ekspozitës ishin edhe realizimet e punimeve me kungull nga vetë nxënësit në kuadër të festës Halloween. Shkolla mesme e Ul Zekëria Req është ndër të parat në realizimin e një projekti të tillë.